Jo, ato janë dhona, unë s'po i flas vetë. Ato janë dhona, janë media, unë nuk jam të i shpikë, jo patroni jam. Unë nuk jam të i dhona, ato janë dhona që janë mediale dhe janë në krejt televizionet. Unë nuk po e thamë, nuk po e shpikën me thonë kështu ka thonë. Këto e ka thonë Kryeministri Kurti, këto e ka thonë kabineti qeveritar, këto e ka thonë ministra, një pjesë e njerëzve. Unë s'po e thamë këto. Qoftë edhe për Blerim Isufaj, qoftë edhe për të tjerët, këto janë burime edhe prej gazetarëve, nuk janë prej mia, unë s'jam gazetar. Jo, ato janë burime decidivisht të Albin Kurtit edhe Dejonës. Ato janë probleme, kjetë drejt shërbeshin. Unë të më tregu edhe para kësaj ere, është bërë jo nga Gogol, po me që thatë është mirë. Jo, është mirë, do me thonë ajo mirë, oke që ajo ka i funksionon, do me thonë edhe ju e keni punën mirë, edhe ju merë një urnat nga jo, edhe lojmet, sepse është e drejt ajo, po na kemi të drejt ta themi të vërtetën, sepse në qoftë se nuk e themi të vërtetën... Së është të vërteta, zotëri, se ti shkon e vërteta, unë kështë thonë, okej, ketë është e vërteta, po me i mëhu që to që ti thashone, do me thonë, duhet shumë mjep me konë politikë. Do me thonë, kuptoj këtë gjë, se këto janë senet prekshme, janë fakte, se cilën det ti mundesh me i vërtetu. Unë po të thamë, eja nesër bashkë shkojmë në Verit Mitrovicë dhe ti ki me i prek me dorë të gjona. Nëse qito që unë ti thash, 27 prej tyre, që ka dhe ma shumë, po që unë s'kam arrit me shënu gjitha, nëse këto nuk janë të prekshme, nuk janë reale, ti atëherë ke të drejt me dalë me demantu, me thonë, Ardian, ti ke shpif në mënyrë ma të keqe. Këto janë të prekshme prov. Bashkë mund prekshme janë për ty dhe për njerëzit të cilët e propagandojnë. Unë po të thomë realitet jo ky. Dhe ti po thume të demantu. Unë po ti demantoj krejt qka po i thu dhe ti po i demanton prej studios, po jo prej vendit. Unë po të thëmë prej vendit. Ti po i demanton prej këtu. Ti s'ke shku asë njerë Mitrovic. Unë kam qenë disa herë. Asë një herë s'ke qenë. Organizojmë një debat, studio të hapër. Po, mërë pse jo, shkojmë bashkë atje në veri prej atje debatojna. Unë nuk spekuloj, sepse duhet me shku, duhet me e po atje. Realisht në edhim, sepse ajo nuk është Mitrovica kinë ose dikular, do më thonë, dhe realitetin ne e prekim. Për shemë dhe një fakt tjetër që ja demanton në arsyshëm, po arreston policia dhe po konfiskon arme. Është e vërtet si dilet në media se u arrestu, u konfisku, nuk konfisku. Sa njerëz u arrestu nga këto armatim? Po i zë gjitha këto armatim dhe shiko numrin e të arrestuarve. Po ato kanë qenë armatimet të fshehura në për shtëpia që janë të pabanueshme ose në për shtolla ose në për vende ku grupe terroriste në krye me krye kriminalin që te edhe shumë mirë. A ka grupe kriminalet ose terroriste në veri apo s'ka? Unë besoj që mund qarkullojnë ndoshta një pjesë e tyne ose janë disa, po nuk ka ashtu që s'ka qenë të interesuar. Do me thonë, a e demantove vetën kur tha se e ka shboj nuk ka struktura. Ta shtet ndoshta ka grupe. Do me struktur i bjen që ka qenë e dirigjuar, e menagjuar nga Beogradi në Verit Mitrovicës. Atër kush i menagjoj ka këto që mund të ketë dëgjam, ne mund t'jemi 10 vetë, mund t'jemi mbetën vetëm on. Unë jam një eksponem, nuk jam struktura. Kush po menagjoj kanë këto farë grupe atëherë? Nuk e diju, në s'kam qasë, se unë s'jam rana strukturave. Apo po se ti atjeri je kontravez, her po thu kështu, her po thu ashtu. Nuk jam në kontravez, unë veç po t'i them që tu, deri tash, nëse nuk jam të prekshme, unë atëherë së dhe përfundoj paraqitin time në studio televizive. Nëse këto nuk janë prekshme, edhe nëse këto që po i them unë nuk janë të vërteta. Unë sot e përfundoj dalje në televizione. Ja, ti më se përfundoj se na... Jo, e përfundoj, po unë e di sakt... E le kesh debatin, se nuk bën për pas një debat... Një pjesë e analistëve, edhe një pjesë e opozitës kanë me u penzionu me këto thashëtheme për qeverinë Kurti.